Ka nisur e tensionuar dita për banorët e Lazaratit. Shkëmbimi i zjarrit gjatë mbrëmjes së të martës mes 4 personave dhe patrullës së policisë të pozicionuar në Lazarat ka sjell shtimin e prezencës së policisë në këtë fshat dhe kontrollet e imtësishme. Lajmi u bë ditur nga policia e Gjirokastrës që informoi se 4 persona të armatosur nga Lazarati qarkullonin me një mjet tip Mitsubishi me targa false dhe ndërsa janë ndeshur me patrullën e policisë, janë përgjigjur thirrjes së tyre për të ndaluar me armë. Policia është vënë në ndjekje të tyre, por personat kanë braktisur mjetin duke përfituar nga errësira. Në automjet janë gjendur armë zjarri, gjoja celular dhe dokumente. Menjëherë pas raportimit të ngjarjes, mbërriti në Gjirokastër drejtori i përgjithshëm i policisë Artan Didi. Një ngjarje e shkputur, por neve gjithsesi i dham rëndësinë e dur për treguar që policia vazhdon me të njëjtin ritëm kundër çdo tentative për të rikthyer fenomenet e vjetra kriminale. Didi përjashtoi mundësinë e ringjalljes së krimit në Lazarat, duke njoftuar se policia ka dhe një plan kontrolli kundër kultivimit të kanabisit. Ne jemi të vëmendshëm pasi jemi edhe në periudhën ku mund të fillojë kultivimi, ndërkohë ne jemi duke përgatitur planin e veprimit për masat që do marrim kundër kultivimit të bimëve narkotike, që presim së shpejti, madje që në javën që vjen të fillojë dhe të vihet në zbatim ky plan. Aktualisht, forca të shumta policie, FNSH-ja, specialistë antidrogës dhe RNA po bëjnë krehje të zonës dhe kontrollet e imtësishme në të gjithë